Koncerti mbaroi, perdet ran, skena nuk është më. Bilanci është i ftohtë i pamëshirshëm. Artistët dhe stafi i tij u kthyen nga erdhën me 4.3 milion euro më shumë në xhepin e tyre. Ikën pas një interes apo përgjegjësi, nëse stadiumi ishte plot apo bosh, apo nëse ato para u morën nga fondi shqiptar për zjarre, tërmete dhe përmbytje. Për Kanye West dhe stafin e tij, Tirana ishte thjesht një stacion tjetër biznesi. Shqiptarët mbetën këtu, kësaj here me më pak para në llogaritë e tyre të përbashkëta. Llogari që e kanë besuar kësaj qeveria. Fondi i emergjencave, vija e fundit e mbrojtjes për qytetarin e thjesht kur e godasin fatkeqësitë, tani ka një vrim prej disa miliona euro. Varfëria dhe kërkesat e rrugës nuk u fshin. Ato nuk ishin një iluzion optik që mund të zhdukej me pak muzikë. Ky është momenti kur propaganda godet muret e saj të fundit. Një koncert mund të zgjasë disa orë. Një fushat në rrjetet sociale mund të zgjasë disa ditë, por kriza politike, ekonomike, sociale dhe ndjesia e padrejtësisë janë konstante dhe të përditshme. Ato nuk ikin si Chiku West. Mbetën këm kryq në çdo cep të Shqipërisë. Në fund të ditës, suksesi i vetëm i këtij operacioni propagandistik ishte se zhveshi plotësisht prioritetet e vërteta të qeverisjes. Tregoi edhe më qartë hendekun e thellë midis popullit dhe pushtetit. Në teatrin politik të këtij vendi të vogël, por plot histori, asgjë më shumë se ky rast nuk e ilustron më mirë shkëputjen e pushtetit nga realiteti. Koncerti i Kanye West ishte asgjë më shumë se një përplasje vizuale dhe konceptuale midis dy ngjarjeve paralele. Një spektakël i vezullues të shtrenjtë për një popull të varfër dhe populli të mashtruar që proteston prej më shumë se një muaj. Nga ana tjetër, koncerti financuar nga aparatet taksapaguesve shqiptar shërbeu si një laborator i përsosur sociologjik për të zbërthyer atë që quhet politika e spektaklit. Kjo dukuri e njohur që nga lashtësia, si formula buk dhe cirk, po asgjëson dita ditës llogaridhënien, transparencën institucionale dhe zgjidhjen e krizave përmes një fasade suksesi që po kthehet në normalitet. Pavarësisht se kur perdja bie, bilanci financiar dhe social mbetet i zhveshur. Në një ditë ka dalë një hendek i thellë midis popullit dhe pushtetit që vetëm qeveria nuk e shikon. Në rrjetet e shumta sociale qarkullojnë ende pamje nga koncerti i West në stadiumin e improvizuar. Videot tregojnë vende të shumta bosh, edhe pse përpjekjet e pushtetit për ta mbushur atë ishin titanike. Megjithatë, ky detaj, në duke thjesht një dështim organizativ, mbart një peshë të madhe politike. Ai tregon se entuziazmi i shqiptarëve nuk pompohet dot as me VKM, as me ligje dhe as me propagandë. Një makineri e tërë shtetërore lëvisi si rrallëherë për të mbushur artificialisht një aktivitet privat komercial. Qartazi kjo lëvizje nuk kishte synimin parësor artin, por krijimin e një imazhi për konsum publik, aq i domosdoshëm këtë kohë kur pushteti përballet me protesta të përditshme. Këtë rezistencë të admirueshme përballë një skenografie propagandistike e shtyti moteja dhe matematika e pamundur e kryeministrit. Një nga pretendimet ku ai mbështeti shpjegimin e tij për mbrojtjen e shpenzimit prej 4.3 milion euro me premtimin se koncerti do të gjenerojë rreth 100 milion euro fitime në turizëm. Mjaftojnë disa njohuri bazike nga shkenca ekonomike dhe e menaxhimit të financave publike të kuptosh se ky pretendim përfaqëson një normë kthimi nga investimi me gati 25 herë ose rreth 2380%. Kjo shifër, siç është konstatuar me ironi në debatin publik, ka përcen edhe normat të fitimit të aktiviteteve të palishme si trafiku i drogës. Shifra e fitimit që ka në mend kryeministri mbetet vetëm një fiksim matematikor. Mjafton një analizë thjesht për të kuptuar si funksionon zinxhiri i fitimeve në turizëm. Që një koncert i vetëm si ai i West të sjell 100 milion euro fitime, Shqipëria duhet të vizitojë nga 10 mijëra turistë të huaj, të cilët do qëndrojnë për shumë ditë në hotele me pesye, restorante dhe shërbime elitare. Teksa kostoja prej 4.3 milion euro është reale, e prekshme dhe doli menjëherë nga paratë e qytetarëve. Fitimi i pretenduar prej 100 milionësh mbetet një dhënë abstrakte, e pamatshme dhe e pa audituar nga asnjë agjenci e pavarur ekonomike. Për ata që i njohin mirë ekonominë dhe financat, në menaxhimin modern publik, premtimet e tilla pas studime paraprake vizibiliteti nuk konsiderohen strategji marketingu, por tentativa për të justifikuar abuzimin me arkën e shtetit. Futja e duarve të fondi emergjencave civile për të financuar një koncert privat përbën një precedent mjaft të rrezikshëm institucional, sepse ky fond ekziston me ligj për një qëllim të vetëm, të jetë vija e fundit e mbrojtjes financiare e shtetit për ngjarje të paparashikueshme dhe me pasoja fatale për jetën dhe infrastrukturën e qytetarëve, si tërmetet, përmbytjet, zjarret apo krizat e rënda kombëtare. Kjo praktik legjitimon një model të keq, ku ekzekutivi mund t'i përdorë paratë publike pa kritere, pa
pagar prokurimi dhe pa llogaritënie. Kur një qeveri mund të marrë paratë e emergjencave për të paguar një këngëtar të parapëlqyer prej saj nën petkun e promovimit, atëherë kufiri mes buxhetit të shtetit dhe kuletës private të pushtetarëve është fshirë përfundimisht. Megjithatë, kjo nuk është më e keqa. Ashtu siç vet Rama e ka thënë, nuk keni parë asgjë akoma. Një nga pasojat më alarmante të këtij debati të stisur artificialisht mes modernitetit të koncertit dhe prapambetjes së protestës është polarizimi i qëllimshëm shoqëror. Kur kryeministri thotë që herët në mëngjes se koncerti ishte një ngjarje e madhe, afirmimi për Shqipërinë kudo nëpër botë, ndërkohë që përballë zyrës së tij protestohet prej 40 kusur ditësh, ai nuk po bën thjesht vetëm politikë ditore. Ai po aplikon, jo pa qëllim, strategjinë e agenda setting për të zhvendosur vëmendjen dhe për të përçarë protestuesit dhe opinionin publik. Bashkë ky lloj polarizimi, ushqyer nga propaganda shtetërore dhe oligarkët e lidhur me të, tenton të pikturojë protestuesit jo si qytetar me kërkesa legjitime ekonomike, por si sabotator të zhvillimit. Ky proces i dehumanizimit të tjetrit mbar rreziqe që shpejt mund të kalojnë nga teoria në terren. Çfarë rrezikojmë? Para së gjitha është vetë gjyqësi sociale. Shqipëria jonë po ndahet në mënyrë agresive. Në ne, pra kushto që mbështet pushtetin, projektet e tij dhe përfiton prej tyre, dhe ata që janë kritikët dhe protestuesit. Shikojeni statuset e panumërta të pushtetarëve, deputetëve dhe atyre që i ndjekin nga pas me afsh militantizmit të thekur. Lexojeni për të kuptuar se si po krijohet një terren i rrezikshëm ku dhuna verbale, linçimi publik dhe kërcënimi po kthehen në normë dhe standard. Vetë gjyqësia midis individëve të kampeve të ndryshme mund të bëhet një rrezik real në jetën e përditshme, në biznesin, në zyra dhe rrugë. Pasi palët ndjejnë se kanë buroj morale dhe politike për të goditur tjetrin. Akoma më keq, ky skenar ngre kryet edhe për shkak të arbitraritetit neutral, që vetëm i tillë nuk është këto kohë. Disa institucione ligjzbatuese që duhet të luajnë rolin e arbitrit neutral po bëjnë të kundërtën. Janë përpalë dhe mbrojnë vetëm agjendën e pushtetit dhe të bizneseve të mëdha. Në këtë pikë, qytetarët humbasin besimin te ligji i barabartë, duke ushtruar rrugën drejt anarkisë sociale. Duam apo nuk duam, po shkojmë drejt një fushe ku polarizimi po rritet shpejt. Propaganda shtetërore dhe interesat e lidhura me pushtetin ka ndërtuar një skenar sipas të cilit protestuesit nuk janë më qytetarë me kërkesa legjitime, por si armiq të zhvillimit, sabotator të suksesit të vendit apo pengesë për zhvillimin ndërkombëtar. Jemi në hapat e para të atij që konsiderohet procesi i rrezikshëm i dehumanizimit të tjetrit. Ky proces prodhon disa pasojë që e çojnë përçarjen më në palc. Ai legjitimon dhunën verbale dhe fizike në përditshmëri. Shikoni reagimet nga të dy krahët dhe do bindeni. Ndarja ne dhe ata po bëhet aq agresive sa individë që janë palë me pushtetin. Ata që përfitojnë drejt për drejt prej tij thonë hiç pa droje, se ka një të drejtë të madhe morale për të goditur anën tjetër. Vetë gjyqësia nis që nga linçimi publik, kërcënimet me vendin e punës e deri tek përplasjet fizike në rrugë apo në ambientet e përditshme. Ky lloj polarizimi nuk prodhon thjesht debat politik, ai helmon marrëdhëniet njerëzore. Ai bën që fshinjit të shoh fshinjin si armik dhe që pronari i një biznesi të shoh protestuesin si një kërcënim për xhepin e tij, duke harruar që kriza reale buron nga arbitrariteti i vendimarrjes me financat publike. Siç edhe po ndodh. Për fat të keq, shoqëria jon po hyn në këtë fushë ku përçarja po shkon në palc dhe rikuperimi do të jetë i vështirë, i gjatë dhe sfidues. Ndaj, sa nuk është vonë, urgjente është hapja e kanaleve të komunikimit mes palëve. Nëse ato ulen dhe diskutojnë, do të ishte një lajm i mirë për të gjithë, sepse dialogu nuk ka humbës. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.